Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt përse drejti nga Pallati i Sportit Qazim Dervishi i Shkodrës, sapo ka nisur ndeshja e futsalës, kampionati kombëtar i futsalës, java e tretë në Shkodër, në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, përballën Vllaznia Vendase dhe ekipi mysafir nga Tirana, Forcat e Armatosura. Ishte një sulm i shpejt i skuadrës mysafire që ka lënë të dëmtuar dy futbollistë të futsallit së Vllaznisë, portierin Fatos Behari, i cili është ngritur për momentin, ndërkohë që po merr ndihmën e shpejt edhe Djepaxhia. Disi më rënd ishte Djepaxhia, ishte një përplasje në zonën e Vllaznisë, por e rëndësishme është që nuk ka probleme, qoftë për portierin Behari, por edhe për Djepaxhin, të cilët janë tashmë aktiv. Vllaznia ka nisur ndeshjen me kapitenin Alcid Tafili, me Ari Djepaxhin, me Semir Gogën, Besfort Gjoklajn dhe Fatos Beharin në por, ndërkohë ndrim në të moment është futur Denis Çokaj në vend të Djepaxhis, me siguri nisur nga dëmtimi që pati para pak çastesh, dhe vjen me njëherë goli i parë i Vllaznisë me Denis Çokajn. Minuta e parë ndeshjes, Vllaznia 1 dhe Forcat Armatosura 0. Çokaj, kontakti i parë me topin, sapo u aktivizua në vend të Ari Djepaxhis, ka shënuar për ekipin e Vllaznisë. E ka nisur mjaft mirë Vllaznia me këtë avantazh të shënuar, i shënuar ky gol nga Denis Çokaj. Tafili kombinon me Gokajn, Gokaj me Çokajn, por topi është për ekipin mysafir. Vllaznia vjen në këtë ndeshje të javës së tretë pas një fitore super të thellë të realizuar në kryeqytet në Pallatin e Sportit Hasan Rusi të Tiranës, ku mundi me rezultatin 2-9 Partizanin. Gokaj, Tafili për Gjoklajn. Gokaj ka gjuajtur, është devijuar topin në vijën fundore. Çokaj, autori golit avantazhit, ka zëduar topin në skuadra mysafire dhe gjuan me shpejtësi ekipi mik, por një plan zhon i ekipit i Fatos Beharit, të ekipit të Vllaznisë. Gokaj për të Gjoklaj. Çokaj, autori të vetmit golve në këtë momente, kur duhet minuta, ka nisur treta, goli është shënuar në minutën e parë nga Denis Çokaj. Vllaznia në këtë momente luan në port me Fatos Beharin, pastaj me Gokajn, Tafilin, Çokajn dhe Gjoklajn. Gokaj për Gjoklajn. Presion i Vllaznisë për gjetur golin e dytë, por e ka së mbrapsur këtë aksion skuadra mysafire. Është një epërsi e Vllaznisë në këtë nisje të takimit. Duket pra në një formë mjaft të mirë sportive skuadra kuqe blu. Tafili në këtë momente kapiteni i skuadrës, por edhe trajneri i ekipit. Por duke qenë se është në fushën e lojës, skuadrën e drejton në pankinë drejtori teknik Arben Xhaferi. Në protokollin e ekipit të Vllaznisë kemi këtë përbërje të ekipit: është Fatos Behari, Besfort Gjoklaj, Semir Gogoj, Ari Djepaxhia, Alcid Tafili, Olsi Gjergji, Samir Hyseni, Alban Bashaj,
Ardit Mesi, Denis Çokaj dhe trajner drejtori teknik i Vllaznisë Arben Xhaferi, ku siç tham, në mungesë të trajnerit aktual Agim Tafirit që luan në fushë si kapiten e ekipit, e drejton ai skuadrën. Nga ana tjetër, në kampin Vlonjat kemi këtë përbërje të skuadrës, është Albert Dervishi, Marios Braculla, në sulmi i ekipit mik të fortave të armatosura. Pra si stam Albert Dervishi, Marios Braculla, Andi Xhetsi, Eris Lekic, Ernest Malluta, Sergio Aljan, Ervin Hysi, që është dhe trajner e ekipit, por që luan në fushën e lojës, Vladimir Haxhaj dhe Fatjon Pëllumbi. Duhet theksuar që një mungesë e rëndësishme për ekipin e forcave të armatosura është mungesa e Bledar Mesit, shkodranit kampion dhe rekordmen në atletikës, i cili është pjesë e kësaj skuadre, por duke qenë i angazhuar dhe si gjyqtar i futbollit, sot ka pas aktivitet si pas kolegëve të tij. Kemi këtë goditje të Vllaznisë, një pozicion në mirë fill për të gjetur golin e dytë, Goka dhe Tafili pranë topit, pasim dysh dhe ka ardhur goli i dytë me një skem që duket se është aplikuar dhe në procesin servitor, pra një kombinacion Goka i Tafili, cili finalizoi 2-0, u luhet minuta e 4 të ndeshjes. Çokaj ka shënuar në minutën e parë, Tafili tashmë në të 4-ën, dhe Vllaznia 2 dhe forcat armatosura 0. Dhe vjen goli i parë për ekipin Mysafir, i shënuar pikërisht nga numri 8 Andi Xhetsi. Vllaznia 2, forcat armatosura 1. Është ngushtuar në këtë moment për të nderuar shikues të Verill Sport rezultatin e 2-1. Dhe 3-1 për Vllaznin pas këtij golit të Gokaj. Tre me një rezultatin në favor të ekipit Vllaznisë. Goli i tretë është i Gokajt, i pari i Çokajt dhe i dyti i Tafilit, ndërkohë që për mis ka shënuar Andi Xhetsi. Luhet minuta 5, Vllaznia 3 dhe forcat armatosore të Tiranës 1. Tafili. Gokaj. Majtë e tij e fort, është karakteristik gjujtja e tij me të majtën.
Gjoklaj për vllaznin e futsallit. Por një gjuhëtje rrezikshme e numrit 10 e Risë Lekić për ekipin mysafir që nuk konkludohet. Tashmë sulmi është për vllaznin. Dokaj ka gjuhën në marrëdhënien e tij, topi përfundon në javë kufizuese. Tafili, Djepaxhia është rikthyer në lojë pas një dëmtimi që mori në start të takimit. Kujtojmë që Ari Djepaxhia është autor i 2 golave, pra një dupjetë e tij në javën e kaluar në përballjen me Partizanin në transfert, ku dupjet për vllaznin në këtë ndeshje shënuan edhe Alsi Tafili, Alban Bashaj dhe Ardit Messi. Shurmi është për ekipin mysafir. Kërkon të zërë në befasia tje portierin Behari, por është në pozicion Tafili. Djepaxhia, ekipi mysafir duket se tashmë e ka kaluar të fazën e presionit të minutave të para, kur presoi edhe 3 gola dhe po luan disi më mirë. Ekipi i forcave të armatosura ka gjetur një gol me anë të futbollistit Andi Xhetsi, por tashmë duket se është më kërkues dhe nuk e lër vllaznin të ushtrojë presionin siç ushtroi në fillim të takimit. Përshtri ekipi mysafir. Forte gjujtje e kapitenit të skuadrës. Është interesant fakti që në protokollin tonë numri 3 kapiteni nuk është i evidentuar. Do të mund të ketë edhe ndonjë keq kuptim, do ta verifikojmë më pas. Djepaxhia, finde ti, Djepaxhia. Sëri ka përplasje dhe Djepaxhia duket se sot është dita e tij për të kaluar sprova të ndërhyrjeve të rënda të përplasjeve. Një do t'i dhe kalojnë në start të takimin në minutën e parë, kur vojti një dëmtim që lërgua pak qase nga fusha lojës, por tashmë është përsëri në fushë. Tafili, tashmë në lojës Ardit Messi, në numër 10, por edhe Samir Hyseni. Samir Hyseni, Ari Djepaxhia, Fatos Behari, Ardit Messi dhe Alsi Tafili janë në fushën e lojës. Një alternim që trajneri, drejtori teknik Ben Xhaferi i ka bërë në të moment e formacionit, duke lehtësuar edhe titullarët për të marrë minuta pushimi në pankinë. Luhet minuta 9 për pjesën e parë, Vllaznia 3 dhe Fortet Amatosura 1. Faulli i shkaktuar në favor të ekipit mysafir. Kujtojmë që gjyqtarët e takimit janë Albano Stolaj dhe Sokol Bebja. Delegat i Federatës Shqiptare të futsallit është Klajt Përpunja. Hari
Tafili. Në rolin një organizatori të ekipit. Gjyqtari Albano Stolaj ka dalluar një faul në dëm të Arit Jabagjis, ka vërshëllyer duke dhënë topin e ekipit të Vllaznis në mesin e fushës. Shikojmë Ardit Mesin dhe Artit Tafilin pranë topit. Kemi përfshim në një skem, si ishte ai që prodhoi golin e dytë. Ka vërshëllyer. Nuk e dim. Çfarë ndodhi për momentin? Kishte ndonjë faul taktik, sipas rregullorit ndoshta u vonuar shumë me ekzekutimi apo diçka tjetër. Dhe ka shënuar golin e dytë ekipi i forcave të armatosura me numrin 16 Ernest Malluta. Vllaznia 3 dhe forcat armatosura 2. Është ngushtuar rezultati në 3-2 pikërisht në minutën e 10 të pjesës së parë. Në pamjet parë duket se në prag ndeshje opinioni sportiv ka qenë ndoshta i karikuar pse jo dhe vetë Vllaznia për një fitore të thellë ndaj kësaj skuadrës që i ka humbur dy takimet javë të para, ndërkohë që Vllaznia vjen pas një fitore të thellë ndaj Partizanit në kryeqytet, u paramendua një fitore lehtë dhe tillë nisin në hapje të takimit, por tashmë ku luhet minuta e 10, rezultati është 3-2. Por shkon 4-2 me këtë gol të Samir Hysenit. Një kombinim me Tafili nga krahu i Majt dhe Samir Hyseni vullos golin e 4 për ekipin e Vllaznisë në minutën e 10. Vllaznia 4, forcat armatosura 2. Pushim i kërkuar duket nga trajneri i Vllaznisë, Arben Xhaferi, cili ka ftuar skuadrën dhe diçka po komunikon me portierin Fatos Behari, ndoshta për pësimin e golit të dytë, që edhe mund të evitojë. Gjithsesi, nëse do të qëndronte në fuqi rezultati 3-2 me ngushtimin e rezultatit të ekipit mysafir, ndeshja mund të merrte rrjedhë tjetër, por erdhi shumë shpejt ai goli i 4 i Samir Hysenit që rriti avantazhin e Vllaznisë në 4-2. Tashmë kamera është në krahun e ekipit mysafir, forcat e armatosura, ku trajneri dhe kapiteni i skuadrës Ervin Hysi po udhëzon skuadrën. Tafili.
Lojë është edhe Alban Bashaj me numër 4. Dhe Bashaj është autori 2 golave në ndeshjen e kaluar në kryeqytet. Gokaj, Bashaj. Një super gjuhetje me të majtën e tij, Semir Gokaj, por topi i tij ka tronditur traversen, paksa edhe pingulen e majtë e portierit Mysafir dhe nuk shon në rrjet. Ja shikoni kombinacionet Tafili Gokaj, duke që ka punuar jo pak në procesin stërvitor. Si sta me herët skuadrës Mysafire, sot i mungon një nga titularit më të spikatur të kësaj skuadre. Bëhet fjalë për Shkodranin Ardit Bledar Mesi, i cili është pjesë e ekipit të fortave të armatosura dhe një pjesë rëndësishme edhe e këtij institucioni me gradat më të larta. Por këtë me herët që është në karrierën e tij sportive, Bledar Mesi një ish kampion dhe rekordmen i atletikës shqiptare, sot mungon. Edhe për faktin, se siç na thanë, duke qenë që është edhe i angazhuar me kolegjumin e arbitrave të futbollit të kryeqytetit, ka qenë i caktuar një ndeshje të rëndësishme të futbollit të moshave. Rikthehemi në fushën e lojës, vazhdon të jetë një luftë e fortë sportive nga të dyja skuadrat. Vllaznia kryeson me rezultatin 4-2. Bashaj, gjithje Bashaj, shkëputit bukur, djatha zgjuan, por në gatishmëri portieri. Gokaj ka arkuar drejt Gjoklejt, Gjoklej prapa tek portieri Behari, Djebagjia, Gokaj, Behari, Djebagjia, Gjoklej, Gokaj dhe Basha është pesja parë që luan në këtë momenti. Ari Djebagjia kalon tek Gokaj. Djebagjia tokazi me Bashajn. Gokaj tenton të gjuaj, por është bllokuar nga numri 16 i ekipit. Adzej. Topi për skuadrën Mysafir, kur luhet minuta 14 dhe rezultati është Vllaznia 4, Forcat Armatosura 2, Gjoklaj në këtë kundërshtim që tek Gjoklaj për ndërhyrën në ekipi Mysafir. Përsëri Vllaznia që ngul me Djepagjin, Gokaj. Tokazi për Gjoklaj. Për thyet aksioni Kuqe Blu, nisë kundërshtuar me ekipit mik. Djebagjia, mjaft mirë, Djebagjia, gjithnjë Djebagjia! Dhe ka shënuar aksioni i tij individual. Ari Djebagjia me numër 9. U zhyt në krahun e djathtë dhe në vërshim e si përgoditi saktë dhe shënoi golin e 5 ndaj 2 të ekipit Mysafir. Dhe rezultati kur luhet minuta 15 është Vllaznia 5 dhe Forcat e Armatosura 2.
Tjetër tentative Djepagjis, por këtë radhë pas sukses. Afili, Tokazi për Bashajn, një Basha i kërkon një fanel kuqi blu të zbuluar, nuk e gjën në krahun e djathtë. Djepagjia, Tokazi për Tafili, pastaj Bashaj, Djepagjia, Tafili, thuhet aksioni, goditje qendore, në rrim tek Vaznia, largohet Alban Bashaj dhe në fush është Ardit Mesi, largohet edhe Djepagjia dhe në lojë Samir Hyseni. Ka alternimet të shumta të shpeshta të formacionet nga tekniku Arben Xhaferi, duke dhënë mundësi të gjithë futbollistëve të jenë prezent në fushën e lojës. Hyseni në këtë luftim me Andi Gjetsin, autorin e golit parë për ekipin Mysafir. Fatos Behari, portieri Vazni, si sigurt në ndërhyrjet e tij. Si ishte edhe ky moment që frenoi me daljen e tij sulmin e ekipit të Mysafir. Shikojmë se numri 6 Ervin Hysic është dhe trajneri i skuadrës, ka lënë fushën e lojës dhe e shulën në pankinë, duke drejtuar dhe një gol i bukur. Samir Hyseni kombinon me Ardit Mesin që e shtyr në rrjet një gjuhetje tip krosi nga krahu i majt në drejtim të portës, aty ku Ardit Mesi i ka dhënë goditjen përfundimtare duke quar në rrjet dhe 6-2 për Vaznin. Shokaj në të moment është në loj, Messi, Tafili, finde e ti kombinon me Ardit Mesin, Enis Shokaj. Për Vaznin nga vjenësor është Samir Hyseni, por ka kaluar tek Messi, Shokaj. Përsëri Messi, kombinon me Samir Hysenin. Hyseni është një mëngjerash, ashtu si edhe Gokaj. Hyseni! Dhe shënon Shokaj, e njëjta skemë si në golin e 6. Depërtim në fundore e Samir Hysenit, depërtim mjeshtror, ashtu si në golin e parë që kontriboi për të shënuar Messi, tashmë kontribon me atë cross të gjuhetje, kontribon për Çokajn që shënon golin e 7. Vaznia 7, forcat e armatosura 2. Denis Çokaj
regjistron golin e dytë të tij në këtë ndeshje. Postri Çokaj tenton ta kaloj mbi travers dhe gabon. Postri Çokaj. Tafili. Seni. Tenton nga distanca Tafili, por nuk shënjestron si duhet. Postri Tafili. Topi në vijë nënësore për ekipin Mysafir. Luhet minuta 18 për pjesën e parë. Vllaznia kryeson me rezultatin e thellë 7-2. Duke nga distanca e numrit 11 Vladimir Haxhiaj, paret portieri Fatos Behari, përsëri ekipi Mysafir. Tashmë kërkon të jetë më sulmues për të shkurtuar diferencën e golave. Dhe portieri Behari eviton një të tillë në portën e tij. Tashmë radha është për Vllaznin me Tafilin që këngull nga krahu i majt. Ja bojnë miq. Majta e Gokajt devijohet nga portieri Dervishi. Ndërim tek Vllaznia, largohet Semir Hyseni, në lojë është Besfort Gjoklaj. Një faul i akurduar nga gjyqtari Albano Stollej në favor të ekipit Mysafir, por Arend Lëvazia saron arbitrin se nuk ishte një ndërhyrje e tij për faul, kur sipas tij më herët ishte kundërshtari që shkajtoi një të tillë. Por gjithsesi gjithçka është bërë në normalitetit në këtë ndeshje që është drejt mbylljes se pjesës parë luhet minuta 19 nga fundi, edhe 3 sekonda nga fundi minutës para fundit për pjesën e parë, dhe Vllaznia kryeson 7-2 në këtë ndeshje që po transmetohet drejt përse drejti nga kanali Veriu Sport. Këtë tërpritje portierit Fatos Behari ishte i vëmendshëm në gjujtjen sa po u ekzekutua. Gjoklaj, topi për momentin ishte për skuadrën Mysafiri, por përfundoi jashtë lidhje kufizuese. Gokaj, Tafili. Haxhia prapa tek kapiteni Tafili, i cili furnizon Gjoklaj në krahun e djathtë, pastaj Gokaj dhe është penguar në çastin final vëshëdhimi e gjyqtarit të takimit Albano Stollej. Një goditje dënimi brenda zonës. Luhet minuta fundit për pjesën e parë, rezultati është Vllaznia 7 dhe forcat e armatosura 2. Semir Gokaj i vetëm, duket nuk kemi skem apo diçka po kërkon Gokaj me Tafilin se atë të gjutje direkte apo skem, po është skem për të kombinuar me Haxhin. Ashtu ndodhi për topi shkoi mbi traversin e portës Mike. Dhe 6 sekonda nga fundi, Vllaznia ka këtë sulm të fundit ndoshta për këtë pjesë dhe
mbyllet pjesa e parë të nderuar shikues të portalit Veriu Sport që ndoqët transmetimin tonë të drejt për drejt nga Pallati i Sportit Qazim Dervishi i Shkodrës, një ndeshje dhe një pjesë e parë e cila u dominua tërësisht nga ekipi i Vllaznis, ndonë se pati përpjekje nga skuadra mysafire. Gjithsesi rezultati për pjesën e parë është Vllaznia 7 dhe ekipi mysafir forcat e armatosura 2. Pak pushim dhe mos u largoni nga Veriu Sport, do ndiqni me pas pjesën e dytë, po përmes Veriu Sport drejt për drejt nga Pallati i Sportit Qazim Dervishi i Shkodrës.